Për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar, të dhënat e vitit 2025 tregojnë se krimi i organizuar po shfaqet në forma më komplekse dhe më të sofistikuara. Grupet kriminale nuk veprojnë më vetëm me format klasike që kemi hasur më parë. Ato përdorin ndarje të qarta të roleve, komunikime të enkriptuara, subjekte tregtare fiktive, transaksione informale dhe investime pasuri të paluajshme. Hetimet e vitit 2025 kanë treguar se trafiku i narkotikëve dhe pastrimit të produkteve penale mbetën ndër prioritetet kryesore. Në profilin e riskut, grupi strukturar kriminal përbën 54% të kësaj kategorie, trafikimi i narkotikëve 28.4% dhe pastrimi i produkteve penale 24.3%. Në të njëjtën kohë, Shqipëria në disa raste përdoret si vend tranziti, rekrutimi, koordinimi apo pastrimi i produkteve kriminale, ndërsa aktiviteti kryesor i grupeve shpesh shtrihet jashtë territorit të Shqipërisë. Për vitin 2025 janë hetuar gjithsej 261 procedime penale në fushën e krimit të organizuar me 445 persona në hetim. Çështjet e përfunduara për krimin e organizuar u rritën nga 58 në vitin 2024 në 60 në vitin 2025. Në këtë drejtim, bashkëpunimi ndërkombëtar ka qenë thelbësor. Gjatë vitit raportues, SPA ka vijuar bashkëpunimin me Eurojust, Europol, Interpol dhe autoritetet të vendeve të BE-s, Mbretërisë Bashkuara, të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Amerikës Jugore dhe Qendrore. Krimi organizuar nuk kufizohet nga kufiri shtetëror, për këtë arsye dhe reagimi procedural ka qenë i koordinuar, profesional dhe ndërkombëtar.